është një veprim politik, institucional i përgjegjshëm. Po sa? Ka pozita të forta sot Lumir, zoti Gjinali, ka pozita të forta në parti sot Lumir Abdixhiku që të kërkoj një bashkëqeverisje, një marrëveshje me partinë e parë fituese në këtë zgjedhje? Shikoni, mendoj që negociata për sa i takon zgjedhjes së presidentit të Republikës nuk mund dhe nuk duhet të konsiderohet si bashkëqeverisje. Pra, me atë që unë kuptoj, ndoshta e kuptoj gabim, por me atë që unë kuptoj, dhe me atë që unë lexoj, dhe në deklaratat e zotit Abdixhiku, zotit Aziri, apo dhe në i përfaqësuesit tjetër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë kuptoj që Lidhja Demokratike e Kosovës është e shpërfaqur qartë në pozicionin e saj opozitar, si shprehje e vullnetit të shumicës së qytetarëve të Republikës Kosovës pas procesit shtatëqershorit, ndërsa për sa i takon pozicionit, përcaktimit të pozicionit të presidentit të Republikës, Lidhja Demokratike e Kosovës është e gatshme të negociojë. Pra, negocimi për postin e presidentit të Republikës nuk mund të cilësohet tentativë për bashkëqeverisje. Pasi në fund të ditës, unë jam i bindur që Lidhja Demokratike e Kosovës, zoti Abdixhiku, apo çdo përfaqësues tjetër i Lidhjes Demokratike e Kosovës nuk ka iluzionin as politik dhe as njerëzor që të ndërrohet pjesë e një qeverisje e cila në fakt është e garantuar nga votat e partisë më të madhe bashkë me satelitët e vegjël të saj pjesë e aleancës që ata garuan në shtatëqershor. Që unë mendoj që vullneti i LDK-s për negociat nuk është kërkesë për bashkëqeverisje, nuk është vullnet për bashkëqeverisje, nuk është shtojc, nuk është një kërkesë për të bërë shtojc e një qeverisje. Për sa i takon faktit nëse zoti Abdixhiku ka apo jo autoritetin, apo pozitat konsoliduara për negociuar, zoti Abdixhiku u konfirmua pas një procesi patjetër dramatik, me një shumicë të ngushtë, por patjetër një shumicë demokratike që përfaqëson shumicën e vullnetit të delegatëve të Kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Individualisht unë kam shprehur faktin që ai kuvend nuk i duhej LDK-s, çështjet në LDK duheshin zgjidhur pa një kuvend, ende nuk janë zgjidhur në kuptimin politik, jo në kuptimin e autoritetit institucional kryetarit partisë. Autoriteti institucional i kryetarit partisë është konfirmuar. Çështjet politike nuk zgjidhen me interpretime statutore. Është njëjtë si kriza politike në Kosovë, që nuk zgjidhet me gërma dhe frymë në kushtetutë, po zgjidhet me vullnet politik. E njëjta zgjidhje çështjen e LDK, zgjidhen përmes një dialogu të pastër, të qartë dhe të vërtet politik mes krave dhe mes flukseve brenda LDK-s. Mirë, zoti Gjinali, ju thatë që Lidhja Demokratike e Kosovës është e gatshme për të negociuar dhe nuk mund të jetë dhe nuk kërkon që të jetë një pateric e partisë që ka fituar këto zgjedhje e lëvizjes vetëvendosje. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon pra që pushteti të mos përqendrohet në një parti të vetme. Por në fundit LDK kaq vota ka marrë. Ka vetëm 18 mandate në kuvend, kështu që sa të realizueshme janë kërkesat e saj, duke patur parasysh peshën elektorale që ka LDK-ja. Nuk po kërkon asgjë më shumë se sa vota që ka marrë. Praktikisht, po shpreh faktin që pozicioni i presidentit të Republikës është një pozicion i cili nuk mund t'i takojë të njëjtës parti e cila që do të qeverisë vendin dhe që ka shumicën e thjeshtë për të krijuar qeverinë, por patjetër që kërkohet një formulë tjetër politike. Dhe këtu në kuptohet ose një personalitet politik, ose një personalitet i cili është përtej politikës. Në mendimin tim, unë mendoj që Kosova ka nevojë për një president i cili të jetë një personalitet politik, i dorës parë i cili është aktualisht një jetë politike, ose dhe nëse nuk do të jetë një personalitet i cili është në jetë politike, të ketë qenë në politikë në një periudhë të mëparshme. Por Kosova ka nevojë për një president me stok politik, me personalitet politik, me karizëm politike, jo në kuptimin e populizmit, por me gjitha karizëm politike, veçanërisht për sa i takon eksperiencës shtetërore, por njëkohësisht edhe librimit në marrëdhënien ndërkombëtare.
Unë mendoj që demokracia në Kosovë do të ruhej, do të konsolidoj dhe do të mbetej e shëndetshme pavarësisht disa simptomave të vogla me tendenca autokratike, shumë të zbeta ende, fatmirësisht, uroj që mos të jenë të mëtejshme si simptomat përhapura, po mendoj që ky proces i zgjedhjes së mundshme të presidentit kundër trupi më i mirë, pikërisht për të shmangur avancimin e këtyre simptomave të mundshme autokratike të së nesërmes.